Dhe në fakt do t'jenë të bukura me një melodi të këndshme diskutimi, le të themi, në këtë studio Minutat e Radhës, e me të drejtë kur do të flasim për suksese të kohëve të shkuara, por jo vetëm që sot përkthehen dhe me një energji të këtyre artistëve në formë më të jashtëzakonshme të mundshme. Unë jam krenar për bisedën që do të realizoj sot në këtë studio të One Morning, ashtu sikurse gjithë stafi në fakt i këtij emisioni ndihet i nderuar kur në karrigen e të ftuarve ulen personalitetet të mëdha, të cilët kanë dashur shumë të flasin, të veprojnë, të këndojnë, të japin shpirtin e tyre dhe muzikën e tyre në këtë vend të vështira ndonjëherë për kohën, por që rikthimi është i bujshëm dhe ashtu duhet të jetë për personalitetet të mëdha si zonja Alida Isko. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është nder edhe kënaqësi. Si e gjen Shqipërinë tënde këtë periudhë të vizitës? Do them të drejtën, kam ardhur shpesh në Shqipëri, gati çdo vit, sepse siç e theksoj dhe e kam theksuar që këtu në Shqipërinë edhe marrim ngarkojmë bateritë tona, marrim ujin, atje jetojmë në vazo të bukura, po të thara, pa ujë, vetëm këtu është uji i burimeve tona që na fuqizon, na mobilizon që neve atje të kemi forcë dhe të përballojmë luftën e dyfisht që ka dhe emigracioni. Me energjitë që merrni këtu për të rrieni, për të funksionuar atje, apo jo? Kjo është një recetë sekrete, po që e bën publike sot. Po që edhe unë jam shumë e lumtur kur vi në Shqipëri dhe të them të drejtën me të vërtetë këtë herë ndihem shumë e lumtur. Ndihem shumë e lumtur dhe shikoj që Shqipëria me të vërtetë po ecën në atë ëndra tona që neve para 24 vjetëve luftuam, që lam tokën tonë për një dëshirë, për një qëllim dhe me të vërtetë ndihem krenare për këtë punë dhe për këtë rrugë që i keni nisur tani. Dhe ne na vjen mirë sepse duke ndonjëherë klishe kur thua si e gjeni Shqipërinë, qoftë shqiptarëve të larguar, por edhe të huajve, por ne kemi nevojë të dimë edhe mendimin tuaj. Muzika juaj, zëri juaj do të na shoqërojë për gjatë gjithë bisedës dhe ne jemi shumë të lumtur që kemi në fondin e muzikës shqiptare perlat tuaja. Juve keni krijuar një album shumë interesant, të cilën ka vite që është krijuar nga ju, i prezantuar në Shqipëri pak vite më parë, por që këtë herë besoj do të ketë edhe shpërthimin. Është kjo arsyeja e vizitës tuaj për pos dashurisë madhe për vendin edhe për ta? Kthimi quhet albumi apo jo? Po, me një domethënie kuptim plot. Kthimi, sepse nuk është vetëm kthimi që unë dua dhe e kam pritur prej vitesh që të kthehem ke publiku im, tek fansat e mi, në skenën time dhe në muzikën time. Ky album është me të vërtetë një taban i muzikës shqiptare me tekste të shkruara nga përvoja e jetës time. Pra ka domethënie të vërtet në çdo melodi dhe në çdo fjalë të thënë apo jo në këto këngë që shpresojmë pse jo gjithmonë më shumë të përhapen si këto këngë që po i dëgjojmë sot, edhe pse kanë kaluar vite, unë thashë pak më parë, që nga të vegjëlit e deri tek moshat që kanë jetuar suksesin tuaj në të kohë, i këndojnë sikur të jenë hite të ditëve të sotme. Çfarë ndjesie ju jep kjo gjë? Kjo është për mua është e pashpjegueshme nga ana emocionale, sepse mendoj që sekreti i çdo artistit është që në radhë të parë ai të jetë popull, ti takoj popullit dhe të ulet gjumë me gjumë me popullin. Dhe atëhere populli e mban në zemër dhe nuk e lëshon në çdo lloj qeverie dhe në çdo lloj situate që të vi. E tha dhe një recetë tjetër për artistët e rinj, të cilët mund ta shfrytëzojnë nëse duan vërtet të rezistojnë kohëve dhe viteve me radhë. Zonja Isko, e dini ju që kënga Vajzat e fshatit tim është një super hit sot edhe në klubet më moderne në Shqipëri, në karaoke ku këndohet pafundësisht nga rinia shqiptare? U a kanë thënë këtë detaj? Jo, po ajo do të mbetet një këngë që jam unë, edhe është vajza e fshatit tim, pra unë jam vajza e fshatit tim, edhe jam krenare që jam një vajzë fshati. Vetëm 16 vjeç në kohën kur ju keni lançuar me zërin tuaj të jashtëzakonshëm aso kohe këtë këngë, dhe sot 16 vjeçarët sërish të gjejnë veten dhe e këndojnë shumë. Pra, kjo tregon që kush e don, kush e dashuron muzikën e popullit me taban popullor,
dashurohet me njëherë, e përvetson me njëherë. Është fakt edhe ne po flasim për të tilla fakte dhe të tilla perla që po për fat mirë po i rikthejmë me prezencën tuaj në studio, se në formë individuale jam e bindur që kushdo ikte në pasër. 16 vite dhe ne jemi të lumtur që i kemi dhe në fondin e arkivës së muzikës shqiptare, shumë të vëmendshëm ata të cilët i kanë ruajtur. Të gjithë e dinë historinë e jetës tuaj, i madh e i vogël, preket, loton, por në fundit kuptojnë që kur ne ju kemi kështu pranë, ka një fuqi e cila nga ju buron juve për të mposhtur çdo disfat që keni kaluar në jetë dhe për të buzëqeshur ashtu sikurse ishit edhe atëherë 16 vjeç. Jam e lumtur dhe nuk qaj për atë që më është ndodhur, për atë që më është bërë, nuk gjykoj sepse po ta gjykoj do të më marri shumë kohë dhe jeta është e shkurtër që ne gjithë e harrojmë. Jeta është e shkurtër dhe kur e mendon sa e shkurtër është jeta, ajo ka kaluar. Kështu që pse ti kthehemi atyre negativeve që kemi kaluar në jetë. Jam optimiste, kam kaluar shumë, e marr atë fakt që më ndodhi mbas edhe si pozitive, sepse nga çdo negative deri një pozitiv, gjithmonë mëson diçka dhe nëse ti e vlerëson atë çka ti mëson, atëherë je e lumtur, vazhdon përpara. Është një eksperiencë më vete e cila të jep forcë, ndoshta që ti të rifitosh edhe më shumë gjëra që në një gjendje të zakonshme ndoshta s'do kishe bërë kurrë, apo jo? Mund ta them tani me sigurinë më të madhe dhe me vetdijen më të madhe që nëse unë nuk do të kisha vepruar siç ka vepruar deri tani, me këtë siguri, me këtë shpresë gjithmonë në të ardhmen, me këtë besim në vetvete, nuk do të isha sot e lumtur. Dhe kjo reflektohet më së miri se ndonjëherë gjërat thuhen me fjalë, por kur ato transmetohen edhe me emocion, në ta është fillim një energji e jashtëzakonshme që ju shoqëron. Kështu keni qenë gjithmonë, edhe në këto vite të vështira? Kështu kam qenë. Me këtë shpirtin energji? Kështu kam qenë, se kështu kam lindur. Nuk mund të ndryshoj koha, se ndryshon njeriu. Edhe njeriu nuk duhet të ndryshoj. Të jetë ai që ka lindur dhe gjithmonë do të fitoj. Zënja Isku, keni menduar që ndoshta ju duhet jeni tashmë më prezente në skenën shqiptare me performancat tuaja? Po. Është kjo arsyeja që ndoshta këtë herë juve jeni ndjer pak më e përkrahur, qoftë edhe në televizione, apo do të kemi një rikthim tuaj në skenë t'ju shohim me mikrofon në dorë? Nuk mund të flas gjëra që nuk i di konkret, nuk e di. Dëshira ka qenë dhe është gjithmonë e madhe. Kam 33 vjet që jam dobuar nga skena, por që jam munduar në për skena të vogla, në për skenë, jam munduar edhe në shtëpi për mua, edhe në familje ku jam, edhe atje ku unë bëj punët e shtëpisë, ose diçka tjetër, ose në mbrëmje që mblidhemi me të afërmin, me të shoqërinë, edhe në Gjermani, mundohem që ta reflektoj, mundohet të bëhet një skenë për mua, jam munduar në çdo terren, ta kthej terrenin në skenë, pavarësisht se s'ka pas publik, një publik i vogël, po ajo më ka munguar dhe në minimum jam munduar ta plotësoj. Por skenës madhe dhe publiku tim më qa zemra. Dhe si e mendon në momentin ndoshta e riprekjes së kësaj skene përballë të gjithë publikut tënd që nuk të ka harruar, me një emocion të madh apo jo? Shumë. Është një emocion, më falni? Janë emocione reale të cilat njeriu i përjeton ndër vite dhe sa bukur që i transmeton. Neve nuk i kemi mshehur popullit asgjë, dhe nuk i kemi mshehur as spektatorit, as telespektatorit, as një gjë. Jam rritur, kam lindur në skenë, jam rritur me popullin, populli më lindi, populli më mbajti, jam me popullit, pavarësisht se jam në Gjermani. Dhe kjo shihet dhe ne jemi shumë të lumtur që ti ke gjetur kohën dhe na ke risjell 10 perla, do t'i quaj unë, që përfshihen në albumin tënd, në mos gaboj. Le të flasim pak si lindi ky bashkëpunimi në Francë për të realizuar këtë album. Isha ftuar në Francë tek disa emigrantë shqiptar dhe ato festonin një fest dhe në atë festën ishte edhe një djalë i ri që mbase mua nuk më njihte, por e ndiqova atë djalin që filloi me kitar duke luajtur disa krijime të tij dhe u mahnita sepse me të vërtet e vlerësova talentin e atij djalit dhe filluam të këndonim këngët korçare, ato që na shkojnë me kitarën, dhe në fund pastaj i propozova djalit, i thash ti e djali i ri, thash dua të punoj me ty, thash që edhe ti të ecësh dhe të marrësh ato frutet e para të punës tënde, atë kënaqësinë, atë besimin që ti të vazhdosh, por edhe unë dua të
të bëj nga ana ime, të bëj i kam tekstet, i kam të tëra të mbledhur materialin, mbase punojmë bashkë. Ai ra me njëherë dakord se prindet e tij njihen, janë pak të njohur në sferën e artit. Ai quhet Leonard Soili, është vllai i ke portokallia Eran Soilit, po, dhe familja e tij është në Francë. Dhe ashtu filluam, pastaj një vit filluam bashkë dhe derisa e mbaruam albumin. Me të vërtet ka dalë një perë jop sepse doli nga një kohë shkëputur e ime, por kishte një gjak të ri, një kombinacion, një gërshetim, zëri i vjetër që mendoj zë, por edhe dy breza. Janë dy breza të artit, edhe muzika ka dalë puro me tavan shqiptar, dhe apo aty brenda është Kitare e Rinis, mund ta gjeni edhe në YouTube, Kitare e Rinis është një këngë si vajzat e fshatit tim. Me 3 nota, e bazuar në muzikën popullore, e pa vjedhur. Muzikë pastër, apo jo ajo çka mbetet ende vlerë në ditët e sotme. Edhe e pa vjedhur andej këtej, sepse ato që vidhen nuk të mbanë e vjedhura, kudo, jo vetëm në muzikë. Besoj se do t'jetë një këngë, një album i bukur, besoj që njerëzit duhet ta mirëpresin, sepse jam unë aty brenda. Është puna ime prej 34 vjetë që unë i ka munguar skenës shqiptare. Ju i keni munguar skenës shqiptare gjithë këto vite, po na tregoni që në një mënyrë apo në një tjetër ju keni munduar të ushqeni talentin tuaj, duke ndoshta punuar në forma individuale për të krijuar këto krijime që sot mund t'i keni në një album të vetëm, apo jo? Po. Është gjithçka e bërë nga ju, apo jo? Po, është një punë e gjatë e jetës time, gjithë tekstet i kam mbledhur, i kam konsultuar me Giuliana Jorganxhiun, i kemi bërë si poezi, sepse ajo ka qenë gjithmonë poetja, edhe kur kam qenë në skenë, poetja ime e këngëve të mia. Dhe ja kemi dalë, janë tekstet të tilla që sot e kësaj dite që unë e ndigjoj, nuk e kam shitur CD-n, kam falur shumë në Gjermani, sepse duhet të mendoni këtë që unë në Gjermani nuk jetoj si Alida, unë jetoj në Gjermani si një shqiptare, do me thënë, kudo që shkoj, kam të shkruajtur shqiptarja, jo Alida. Pra ne jemi si ambasadore, një pjesë ambasadore, që neve përcjellim të mira dhe të këqijat e vendit tonë atje. Dhe pavarësisht vështirësive ka dhe këtë kënaqësinë. Si në rastin konkret ku ju keni dhuruar CD, keni treguar vlerat e një shqiptareje që është Alida në këtë rast, apo jo? Po, unë kam bler një shtëpi në Pyll, në Gjermani. Kam bler disa pemë dhe atje kam ndërtuar një skenë me dru. Dhe aty në fund të javës, sepse kam edhe shtëpinë aty, gatuaj vetëm gjella shqiptare dhe ftoj star Gjerman, jo këngëtar, po star Gjerman, të një niveli, të moshës time, po të një niveli të viteve 80, i ftoj atje dhe në fund fare, në mes publiku 200-400 veta sa vinë atje, unë dalë marrë mikrofonin dhe i përshëndes të gjithë të ftuarit, i pyes së pari mënyra shqiptare i ka pëlqyer, dhe së dyti, ashtu si që jam, me robe në guzhinë. Traditën e vërtet, të ofruar në 100% si muzikën së me gatimit. Mbaj gjithmonë një shami koke të kuqe, si në Lokja, e kam atë tradit, dhe pyes në qoftë se u pëlqeu, marr një CD, ja dhuroj grupit të skenës, bravo, dhe në fund fare them, më falni se unë jam shqiptare, mbase unë nuk e flas perfekte gjermanishten, është e mira që unë vetëm t'ju këndoj një çik? T'ju salutoj, kjo është si puna e ëmbëlsirës mbas asaj që hëngrët. Ato me duartërkitë të mëdhaja, marrë këndoj, pa muzikë, pa shoqërim, a cappella, direkt në mikrofon, dhe aty ndjehem e gëzuar. Dhe gjithë lodhja që unë gatuaj për 100, 200, 400 veta për 3 orë, më ikën ato momente, më ikën, sepse shikoj edhe publiku gjerman, edhe pse këndoj shqip, edhe pse këndoj shqip, ose italisht, ose ndonjë gjuhë tjetër, se unë kam edhe disa gjuhë tjera, ato mahniten dhe ngjiten me shikimin tim. Aty e kam arritur satisfaksionin më të madh. Po dhe detyrën e ambasadores shqiptare. Jam krenare për 3 milionë e gjysmë shqiptar këtu. Ja pra, sfida të kanë çuar që ti të kesh një mision edhe më të fortë në ditët e sotme, apo për të çuar vlerat. Për të treguar fytyrën e vërtetë të shqiptarëve, sepse nuk është ajo fytyrë që na njohin. Nuk dua timen kurse si, në asnjë mënyrë timen. Dua të vërtetë që ja këto janë shqiptarët. Dhe kjo është krenari. E keni ndjekur juve muzikën shqiptare gjatë tyre viteve edhe pse larg?
e kam ndjekur pak a shumë. Jo, nuk dua të gënjej popullin, të them fjalë të bukura, nuk flet gjermani fjalë të bukura. Jam bërë edhe unë ashtu se jetoj 24 vjet me një gjerman. Dhe është e pamundur ta shmangësh. Po, edhe kjo këtë mentaliteti. Po, kemi gjetur Tenxhira ka pakun, prandaj edhe kemi arritur të dy kaq vite, se sot është gjë e rrallë, eveniment që dy të huaj me koncepte, ai është mjek, edhe ai është i ngritur intelektual, që neve të bashkohemi dhe po ka një temperament si puna ime dhe ai megjithatë thash jemi shumë korrekt dhe të them të drejtën e themi atë çka neve mendojmë. Kështu që muzikën shqiptare e kam ndjekur sa herë që kam pas kohë të lirë. Nuk kam pas shumë kohë të lirë sepse emigracioni të detyron të bësh shumë punë të rëndomta dhe shumë punë që të marrësh pak. Edhe unë i kam kaluar këtyre proceseve. Dhe që të marrin ndoshta kohën për të përkushtuar asaj çka vërtet të ushqen. Kohës lirë. Megjithatë, ajo çka unë do doja ta vija pa edhe për publikun është fakti se ky shpirt artistik i yt është depërtuar edhe tek djemtë tua, apo jo? Po, këtë tre. Dhe kjo është e rëndësishme për ta thënë. Unë kam 2 vajza edhe një djalë. Po. Apo 2 djem edhe një vajzë. Edhe një vajzë, po pra. Mendoja se kisha emocionin e gabuar. Jo, emocioni, po kjo është kur ke live, të gjitha gjërat janë direkt. Jemi kështu live, plotësisht. Jemi direkt, jemi pak të zhveshur, thomi neve, kur jemi direkt. Na falni publiku, kam 2 djem edhe një vajzë. Dhe të të rrojnë sa malet të shqiptare. Quhen të gjithë me A. Aldi, Albi, Alina, dhe mbesa Ali, Alea. Të gjithë me A, në krye. Kanë inicialet e Albania. Dhe kjo është e rëndësishme aq më tepër kur shoqërohet edhe me emrin e nënës, Alida Isku, të madhes. Edhe timin. Ju e keni përfshirë në një nga duetet e realizuar në album Albinin, apo jo? Në shumë. Në shumë, jo vetëm në një. Jo. Na tregon pak më tepër nga kjo fryma e shkëmbyer në Edhe Alinën e kam futur sepse kisha nevojë për kor. Edhe duheshin shumë zëra. Dhe vokale dhe i bashkove të tërë. Bravo. Familja bën fuqinë. Dhe sigurisht. Ja, si mund bashkëpunohet për një qëllim. Edhe në Gjermani kemi këtë neve. Edhe atje në lokale, në fund jave, vjen burim, megjithëse mjek, vjen burim edhe është barkipa, si themi ne. Unë jam kuzhiniere, vajza me djalin janë kamarierë. Që shërbejnë, sa bukur. Si një bujtinë e këndshme apo jo ku kalohen fund java. Tradicionale është një shtëpi shumë e vjetër, 200 vjeçare. Shumë gjë e bukur dhe fëmijët e mi që në lindje e kam Picasso që ato kanë talent muzikor. U mundova në Gjermani, nuk kisha lek që të ndiqnja shkollat private që fëmijët të studionin për muzikë, por bleva një piano të përdorur dhe u mundova me fëmijëve që t'i bësha vokalizat dhe t'ia ushtroja zërin dhe me Albinin. Alina mësoi kitaren, kurse Albini me piano. I madhi ishte pak i madh, 11 vjeç kur shkoi në Gjermani. Ai mori rrugën e mekanizmit, u bë inxhinier. Nuk do të pjesë e bandës muzikore. Jo, të këndoj, ka vesh për muzikë, më çudit edhe Mbesa, se Mbesa më kishte bërë një videoklip edhe më kishte thënë nona të pëlqen, se më thret nona shit, po. Po mbetet në gjak talenti, neve kur mblidhemi bëjmë aheng, tamam aheng. Si thonë shqiptarët aheng të Mirfield. Për të rikthyer tashmë te karriera juaj në këto vitet e fundit, do të kemi një shpërndarje të albumit tuaj, një lancim, në fakt ju keni qenë prezente pothuajse në të gjithë mediat shqiptare këtë periudhë, edhe keni folur për këtë gjë. Por a do të kemi ne një lancim të Mirfield muzikor në treg? Shumë e goditur është kjo pyetja juaj. Tani për tani nuk kam absolutisht asnjë plan, asnjë afrim, asnjë ofertë, si themi neve, për këtë album. Mbase koha do ta tregoj se para disa vitesh ishte koha që merreshin albumet jo të këngëtarëve të këngëtarëve me talent, merreshin ato që komercial. Shpesh. Bravo, kështu që mbase unë kisha kaluar asaj kohe me moshën time dhe nuk mu refuzua në 2-3 shtëpia që shkova diskografike. Bravo. Deri tani nuk më shafruar asnjë gjë. Nuk e di si do mund ta bëj dhe si do mund të presim.
Presim me juve bashkë. Do t'ishte absurde që ky album mund mos ishte për të gjithë publikun e gjerë i kudo ndodhur edhe që kishin mundësi që ta kishin në shtëpitë e tyre, në fonotekat e tyre. Megjithatë ndoshta ky është një moment i cili vën të parë realisht edhe tek këta persona që ndoshta mirë se për një tjetër nuk ka ndalur vëmendjen për të kushuar vërtet rëndësinë e duhur apo jo, albumin tuaj. Megjithatë unë jam i sigurt që edhe skenat e televizioneve, ato mini skenat do të ofrojnë ndoshta regjistrime për të lançuar më pas edhe në formën e klipeve. Megjithatë unë di që juve keni patur, keni dhe vazhdoni, nuk e di, këtë ndaj edhe po ju pyes një lidhje me pjesën tjetër të Shqipërisë, po them me gjysmën e zgabës dy krenare me Kosovën. I ruani dhe sot këto marrëdhënie? I ruaj me shumë këngëtar të brezit tim, i ruaj këto marrëdhënie dhe ju i godisni gjithmonë fjalët, keni pyetje shumë të bukura. Se më hapët një diçka tjetër, është edhe diçka për tu përmendur këtu. Më fal, nuk është private, është për Kosovën, për tu përmendur në luftën e Kosovës për popullin e Kosovës. Në vitin 2000, unë dhe burri im si mjek, vetëm privatisht, në asnjë lloj shoqate, pa asnjë lloj ndihme, kemi sjell 5 aviona në ndihmë të luftës me 62-63 ton material ndihmëse humanitare, vetëm unë edhe burim, dhe më vjen shumë keq, më falni që po ja përmend, më vjen shumë keq që nga qeveria kosovare dhe shqiptare, se kemi si edhe në Shqipëri, jo salla operacioni, jo po kështu, nuk është bërë asnjë zë, nuk është bërë asnjë falënderim, nuk është bërë asnjë gjë. Në të njëjtën kohë që në Gjermani u çan televizoret gjermane, gazetarët duke marrë burin tim që shtyn juve të shkoni në Kosovë në formë totalisht private, individuale dhe me një kosto jo të vogël për hir të së vërtetës, apo jo, kur flasim për 5 avion. Po, shumë. Çfarë ju bëri realisht? Se kosja nuk më ngren, leku as nuk më ngren, as nuk më ul. Është shpirti që as nuk blet, as nuk shitet. Edhe zemra e bëra, nuk më nxiti gjaku, nuk më nxiti asnjë gjë tjetër, asnjë lloj interesi tjetër. Është gjaku që e bëra për popullin e Kosovës dhe për Shqipërinë, se janë gjaku im. Nuk mund të risha të e bëra, e bëm, unë edhe burri im e bëm. Sa bashkëpunëtor ka qenë bashkëshorti juaj në të gjitha dëshirat apo misionet që ju keni dashur të ndërmerrni këto vite? Më ka nxitur, ka lënë problemet e tij. Me ditë të tëra kemi ardhur këtu, se kemi sjell vetë të gjitha personalisht. Bravo, avionet të gjitha në Rinas janë u shkarkuan edhe u shpërndan në pikat ku ishin të gjithë refugjatët e Kosovës, atëherë të shpërngulur. Kudo. Ai më ka nxitur në CD që shkon një avinja në Francë. Ai më ka nxitur 2 vjet e gjysmë që kam punuar në gjuhën gjermane edhe librin tim të fundit, biografin. Një biografi. Po. E shkruar së fundmi, e publikuar. Edhe e shitur. Është e shitur komplet, por i prodhohet sepse është shitur dhe njerëzit kanë kërkesa në Gjermani. Shumë interesante, në gjuhën gjermane, apo jo? Në gjuhën gjermane. Pa diskutim. Pa diskutim, sepse edhe kjo është një pjesë e ambasador lëkut tim, që në gjuhën gjermane ti tregoj, këto janë shqiptarët. Që ta kuptojnë mirë në kuptimin e plot. Kjo një biografi të libër, është 500 sa faqe, është vëllimi i parë. Të treja dhe sistemi, dhe tu është situar, domethënë biografi me sistemin dhe tregohet pra historia juaj dhe në të njëjtën kohë tregohet se ka funksionuar historia e Shqipërisë ndër vite, apo jo? Pra tregohet më së miri. Keni patur reagime kështu përtej shitjeve që janë një tregues shumë i rëndësishëm. Çfarë reagimesh keni patur nga këto starët që vinë qoftë edhe në mundohen, kanë ardhur me dhjetra, mundohen të gjej ku mbanoj dhe më marrin në libër, po, në libër autograf. E duan me timen. Çfarë do lloj momenti i jep më tepër vlerë, besoj çfarë do lloj ndjesie dhe të bën të shohësh gjërat ndoshta vetëm me atë syrin e shpirtit, apo jo? Ashtu është një shpirt realitet, është një shpirt real, është një shpirt pa të mqefura, pa qëllime, pa intriga. Nuk kam intrig, nuk kam madje nuk kam as urrëtie, unë nuk kam as urrëtie për ato që më nxin jetën, nuk kam as urrëtie për ato që më bën atë që nuk e pa menduar që mund të bëhet një njeriu dhe të përfundosh atje në gjëra që nuk mendohen ku kam përfunduar. Megjithatë nuk kam urrëtie, kam shpresën. Çdo njeri i keq e pson një ditë dhe lë shpresën. Pse të urrej unë, pse të pisloj unë shpirtin tim me urrëtie? Jo, vëllezër, motra, hiqeni urrëtien. Vetëm kështu të bashkuar pa urrëtie, do mund të jemi të lumtur.
Si është e mundur që ndoshta pas gjithë këtyre detajeve të cilat ne përcitas po mundohemi t'i përmendim, të mos kesh urrëtie kur mendon ndoshta dhe ju e keni hasur në realitetin e sotëm shqiptar. Ndonjëherë njerëzit urrehen për detaje fare të vogla dhe të parëndësishme, ndërkohë ju me një sfidë kaq të madhe në vetvete, sërish jetoni pa prezencën e urrëties. Efekti Gjermanisë kësaj herë i jetuarit në një mentalitet tjetër apo jo? Jo. Nuk është efekti i Gjermanisë, mbase jam e tillë vetë. Efekti i Alitës. Bravo. Kjo më ka bërë dhe që të ulem gjuhë me popullin. Mos të kem asnjë lloj dallimi. Për mua është një nivel. Popull, artist duhet jetë një nivel dhe është një nivel, sepse neve mbas skenës jena dhe popull. Sigurisht, bëjmë jetën njerëz të thjeshtë. Po kjo është, edhe unë ta kisha imponuar vetes time këtë urrëtie, këtë gjë, deri sot nuk do kisha ecur përpara, sepse urrëtia të ngurson, të mbyll, nuk të lën kur të ecësh përpara. Kur? Të qoron. Po të qoron, sepse nuk shikon veten tate, sepse ti prekupohesh vetëm ke tjetri, të shikosh të metat dhe të këqijat e tjetrit. Jo të dashur, shikoni veten, nisuni nga vetvetja, kënaquni me veten tuaj. Lërini hasmërit. Lëri like meat, si themi. Nuk janë gjëra të dura dhe kjo ju ka cilësuar edhe si një mikesh shumë e dashur për artistët cilat kanë bashkëpunuar me ju, ashtu sikurse ju keni qenë 16 vjeçë dhe keni qenë në një ambient artistësh të jashtëzakonshëm, apo jo, të Shqipërisë edhe të Kosovës. Më lejo të citoj dy personalitete të muzikës kosovare, shqiptare absolutisht, të cilat ju vlerësojnë juve dhe për shembull e madhja, e jashtëzakonshmja, një ndër vlerat të pakundërshtueshme të muzikës shqiptare Nexhmia Pagarusha, ja se çfarë thot. Alida Isku është një zë karakteristik, një interpretuese shumë e mirë, interpreton me një ngrohtësi të veçantë që gjithsecili që e dëgjon i flen në shpirt. Kam dëgjuar se ka filluar përsëri të këndojë, prandaj dëshiroj fat dhe sukses, e uroj të na kënaqë dhe më tutje me këngët e saj, me interpretimin e saj të ngrohtë dhe me muzikalitetin e veçantë ashtu siç di ajo. I dëshiroj sukses. Faleminderit. Ky mesazh më ngroh zemrën, me të vërtet, më ngroh zemrën dhe më jep akoma më shumë nxitje që unë akoma më shumë t'i kushtohem muzikës dhe popullit tim. E kam respektuar Nexhmien dhe Vaçen, kanë qenë dy sytë e mi në muzikë, të them dy sytë e mi, me të vërtet. Jemi njohur me Nexhmien në vitin 1981 personalisht kur unë bëra një turne në Kosovë dhe rastësisht ose qëllimisht mora pjesë në demonstratat e para në Prishtinë. Në shtator, me 12 shtator të 81-shit. Po janë gjëra që nuk i themi, i di populli i Kosovës këto. S'ka. Ju mbani mend dhe datat. Në një emision tjetër mbase. Sigurisht. Po, akoma. Janë të gdhëndura thellë tek ju të gjitha këto detajet. Jam 57 vjeçë, pak e vjetër, po e kam mendjen pak. Po të punoj mendja, nuk të lë kurrë. Që nuk i kam futur mendjes gjithmonë shqyrtime. E vjetër në eksperiencë doni të thoni apo jo? Jo, në moshë të tëra. Jo, shpirti i njeriut nuk njeh moshë. Dhe ju e tregoni më së miri këtë gjë. Po, shqyr që shpirti, se kështu do kishim dekur në çik më përpara. Dhe në fakt mua më vjen shumë keq që ne minutat e transmetimit televiziv vrapuan, të mendosh që kemi folur plot 40 minuta me zonjën Isku dhe nuk e kemi ndjer. Plot 40 minuta. 5 minutat e para të kësaj bisede. Megjithatë, unë dua ta përfundoj me Shpresa Gashin, e jashtëzakonshme, zë brilant, mikeshe juaja. Ja çfarë thot ajo për rikthimin tuaj. Më kënaq shpirtin fakti që Alida do të rikthehet, me po atë freskizëri dhe me një pjekuri interpretimi. Është e nevojshme që rinia jon të dëgjoj timbrikën e këngës së lehtë shqiptare, të asaj kohe, njëkohësisht të njohë dhe vlerat e këngës tradicionale shqiptare. Mbyllje më të mirë se kjo unë nuk do të thoja. Përveç nderit, respektit dhe falënderimit të madh që ju pranuat ftesën tonë dhe na dhuruat shpirt nga juaj. Faleminderit edhe nga ana ime, faleminderit edhe gjithë teleshikuesve. Falenderoj të gjithë fansat e mi që vite me radhë më mbajtën në zemër dhe uroj gjithë të mirat, çfarë do zemra. Edhe juve suksese. Faleminderit. Do besoj se ju kam parë me nostalgji shqiptarët që jetojnë në Shqipëri, që jetojnë në vende të tjera të botës dhe që ndjekin këtë transmetim dhe besoj e kanë shijuar në maksimum. Dhe një pyetje të fundit fare, ndonjë videoklip nuk e ke menduar për të pasuruar ndoshta arkivën e videove shqiptare? Po, ato do ta bëj.
Do ta bësh. Do ta bëj. Se është një formë për të rishfaqur e për të ardhur sa herë që çdo kush ka dëshirë. Ato do ta bëj, e kam në plan. E kam në plan. Sido që të shkoj puna e albumit, unë 2 videoklipe do t'i bëj, 2 këngët më të bukura që i kam në shpirt. E zbuluam në një plan. Tuaj të uroj me zemër shumë suksese, ditë të bukura. Të mirëpresim. Faleminderit. Ishte kënaqësi e veçantë që transmetimin e fundit të kësaj fundjavë, le të themi, e kemi mbyllur me emocione kaq të zakonshme. Do të rikthehemi shumë shpejt në transmetimin ton, por ju mund të gjeni në faqen ton të internetit intervistën me zonjën Hisku për ata që e kanë humbur dhe në postimet në Facebook. Qëndroni me Channel One. Mirupafshim.